Fjala sot. Besimi. Përshëndetje miq. Mirë se vini në programin Fjala sot. Ky mësim vjen për ju nga pastor Paul Schroeder nga shërbesa Fjala sot. A keni menduar ndonjëherë se çfarë do të thotë të kesh një besim të vërtet, një besim që te kalon logjikën dhe siguron paqe të thellë në çdo sfidë të jetës? Besimi sipas Biblës nuk është një produkt njerëzor, por një dhuratë e Perëndisë që e ndryshon thellësisht jetën tonë. Ajo është siguria e gjërave që shpresojmë dhe tregimi i atyre që nuk i shohim. Ky program ju fton të eksploroni historitë e mëdha të besimit nga Bibla dhe të kuptoni fuqinë transformuese që besimi mund të ketë në jetën tuaj. Imagjinoni të ndjeni një paqe që te kalon çdo zgjuarsi dhe të jeni të mbushur me sigurinë e premtimeve të Perëndisë. Të mësosh nga shembujt e Abrahamit, Mojsiut dhe heronjve të tjerë të besimit mund t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e përditshme me guxim dhe qëndrueshmëri. Bashkoni me ne ndërsa udhtojmë përmes fjalës së Perëndisë për të zbuluar se si mund të zhvillojmë dhe të mbajmë një besim aktiv dhe të gjallë. Le të ndërtojmë jetën tonë mbi themelet e sigurta të besimit, që shpëton dhe na udhëzon drejt lavdisë së përjetshme. Siguria është një temë shumë e rëndësishme. Ne flasim për sigurinë që mund kemi tek mjekët, tek parashikimi i motit e me radhë. Disa njerëz e quajnë këtë besim. Ju keni besim tek parashikimi i motit, tek mësuesi që përpiqet t'ju mësojë se si të bëni diçka. Nga njëra anë, mendoj se nuk ka problem ta përdorim fjalën besim, për sa kohë që e kuptojmë atë si një fjalë që nuk ka kuptimin besimin që shpëton. Kur kisha e krishterë flet për besimin, nuk po flet për diçka që ne e zhvillojmë përmes mendjes sonë, përmes të menduarit apo logjikës tonë. Besimi, në kuptimin e besimit krishterë, është një dhuratë e dhënë nga Perëndia. Është një mrekulli, diçka që Perëndia e skalit brenda nesh, diçka që është përtej mundësive tona. Ne madje sinqerisht nuk mund ta kuptojmë atë. Si mund ta shpjegoj dikush se ai beson në Trininë e Shenjtë, që është përtej logjikës njerëzore? Si mund ta shpjegoj ai se beson që ekziston një parajs dhe se Perëndia do ta marrë atje, si dhuratë falas prej Perëndisë duke falur mëkatet e tij? Si mund ta shpjegoj ai këtë? Ne madje as që nuk mund ta shpjegojmë logjikisht gëzimin dhe paqen që ndjejmë kur e dimë se mëkatet tona janë fshirë plotësisht. Më pëlqen shumë diçka që Bibla thotë: "Dhe paqja e Perëndisë, që ja tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus." Ky është një përshkrim i bukur. Paqja e Perëndisë që ja tejkalon çdo zgjuarsie. Unë kam parë njerëz që kanë kaluar dhimbje të jashtëzakonshme e përsëri kanë patur një paqe të papërshkrueshme, sepse e dinë që Perëndia është me ta. Kam parë njerëz që janë përballur me probleme dhe vështirësi të mëdha që mund t'i kishin shqetësuar dhe tronditur, por përsëri ata kanë patur paqe, sepse ja kanë dorëzuar ato Perëndisë dhe kanë lejuar atë të jetë nën kontroll të tyre. Kjo gjë u ka dhënë një paqe të jashtëzakonshme. Prandaj kur flasim për besimin në kuptimin biblik, për besimin që shpëton, nuk jemi duke folur për një produkt njerëzor, por për një dhuratë nga Perëndia. Një nga kapitujt e Biblës që hedh dritë mbi temën e besimit është kapitulli 11 i letrës së Hebrejve. Ky kapitull na jep disa ilustrime për besimin. Vargu i parë është një lloj parathënie për atë që ndodh në gjithë kapitullin. Më lejoni t'ju a lexoj nëse nuk keni mundësi të hapni Biblën. Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Ky është një përkufizim i bukur për besimin. Nuk është diçka e shkëputur nga jeta jonë, por është diçka e lidhur shumë ngushtë me gjërat që ne shpresojmë dhe dëshirojmë, e për cilat duam të kemi siguri. Pikërisht ky është besimi. Kjo është pikërisht ajo që bën besimi. Le të ndalemi në disa vargje të këtij kapitulli. Vargu i 5 flet për Enokun. Enoku ishte një nga ata njerëz
që u morë në qiell. Ju mund të lexoni për këtë në vargun 5. Ndërsa vargu 7 flet për Noeun, i cili, siç e dini, duhet të ndërtonte një ark dhe u shpëtua kështu familja e tij. Në kohët para përmbytjes, ai ishte një nga ata njerëzit e rrallë që me të vërtetë i besonte Perëndis. Ky ishte besimi. Lexoni vargun 8 dhe 12, më pas, gjithashtu vargjet 17-19, që flasin për Abrahamin, një njeri i madh i besimit. Ktu na thuhet se ai bëri shumë gjëra, por mbi të gjitha, ai besoi Perëndis kur i tha që Sara do të lindte një fëmijë. Ata ishin të dy në moshë të madhe. E kishin kaluar moshën kur mund të lindin fëmijë. E megjithatë, Abrahami besoi Perëndis. Ky ishte besim. Pastaj, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe ishte një provë shumë e vështirë. Aso kohë, të gjitha fetë pagane bënin flijime njerëzore, ndaj ishte një gjë e zakonshme që këta adhurues idhujsh të flijonin fëmijët e tyre në altar zjarri. Kjo është një gjë e tmerrshme. Në rastin e Abrahamit, Perëndia i tha që pikërisht atë fëmijë që ai vetë ja kishte premtuar dhe që ai vetë ja dha, Abrahami duhej ta flijonte për të treguar se sa shumë e donte Perëndin. Pra ndryshe, sakrifikoje fëmijën tënd për mua. Ju kujtohet kjo histori? Abrahami e mori Isakun dhe e çoi në mal. Ai e pyeti të atin për drut, për zjarrin, për kafshën e sakrificës që do therej. Lexojeni shkrimin e shenjtë. Aty na thuhet që Abrahami kishte besim. Pastaj lexoni vargun 20. Aty flitet për Isakun, djalin që Perëndia e kishte kursyer. Mund të lexoni me radhë për Abrahamin, Isakun, deri tek Jakobi në vargun 21. Të tre këta burra janë konsideruar si etër të besimit. Të tre përmenden për besimin e tyre. Pastaj lexoni në vargun 22 për Jozefin. Pas Jozefit vijnë vargjet 23 deri në 29. Në këto 6 vargje flitet për Mojsiun, për besimin e fortë që ai kishte. Në vargun 30 lexoni për Josueun. Ju kujtohet betejë e Jerikos? Lexojeni se sa i fortë ishte besimi i tij. Nuk do të ishte ide e keqe të bënim një seri programesh kur të flisnim për secilin prej këtyre heronjve të besimit. Abrahami, Isaku, Jakobi, Josueu, Mojsiu, Noeu, gjithë këto pra janë ilustrime të shkëlqyera të besimit. Dua të flas tani se si mund t'i zbatojmë këta shembuj në jetën tonë. Një mënyrë për të vënë në provë dhe për të vendosur nëse duhet të kemi besimin që shpëton apo jo, është të shohim se si ndihemi për mëkatin tonë. Nëse ndihemi sikur mëkati nuk është ndonjë problem i madh dhe sikur Perëndia do ta anashkalojë atë, nga që ne vërtet po përpiqemi dhe jemi njerëz të mirë, atëherë nuk jemi të krishterë. Ky është një mendim pagan. Kështu arsyeton dikush që mendon se mund ta fitojë vetë zemrën e Perëndis dhe se gjërat e mira që bën në fund do ta çojë në qiell. Ky nuk është besimi krishterë. Ky është paganizëm. Ajo që një krishter beson është ajo çka Perëndia thot. Dhe Perëndia thot se ne nuk mund të shpëtojmë veten ton, por duhet të marrim faljen e mëkateve në gjakun e Jezu Krishtit, i cili vdiq për ne. Ai vdiq në vendin ton. Jezusi vdiq në kryq për të larguar mëkatin ton. Ndaj, një mënyrë e mirë për zbuluar nëse jeni apo nuk jeni të krishterë, apo nëse besimi juaj është i vërtet apo jo, është të pyesni veten. A jam penduar për mëkatin tim? A e dëshiroj faljen e Krishtit? A e di se jam i zhytur në probleme serioze për atë falje? A e thërras Jezu Krishtin, shpëtimtarin tim personal, që ai të largojë mëkatet e mia? Dhe nëse përgjigja për këtë pyetje është po, atëherë ju jeni i Krishtit dhe besimi juaj është i vërtet. Besimi është gjithmonë një dhuratë e dhënë nga Perëndia. Ai na thërret në mbretërinë e tij. Ka shumë vargje në Bibël që flasin për këtë, po ju jap disa prej tyre që janë si pika kyçe. Efesianët kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9. Romakët kapitulli 10, vargu 17. E parë Korintasve kapitulli 12, vargu 3. Një gjë tjetër në lidhje me besimin është se ai duhet mbajtur gjallë. Ai duhet të rritet. E ky është një proces. Nëse ju nuk e ushqeni besimin tuaj me fjalën e Perëndis gjatë gjithë jetës,
duke studiuar fjalën pra, duke dëgjuar, nëse ju nuk rriteni, mund të rrëshqisni dhe të shkoni në rrugën e gabuar. Kështu, besimi është një proces pra. Ju duhet të piqeni gjatë këtij procesi. Besimi nuk është statik. Ai nuk qëndron në një vend. Besimi lëviz, ai është aktiv. Jezusi e theksoi shumë herë këtë. Njerëzit thonë Zot, Zot, por zemra e tyre është shumë larg Tij. Ata nuk lëvizin në besim, nuk veprojnë në besim, po thot Jezusi. Besimi që Perëndia jep është aktiv. Ai është i gjallë, ai duhet të jetë në zhvillim e sipër. Kur besimi juaj është i dukshëm në jetën tuaj, dhe dëshmia juaj do të jetë më e dukshme dhe më e besueshme. Njerëzit nuk do t'ju besojnë kur përpiqeni të dëshmoni, nëse nuk e shohin atë të shprehur në jetën tuaj. Ajo që dua të them është se një nga produktet, një nga rezultatet e besimit është bindja. Dhe sa më shumë të rritet besimi juaj, aq më të bindur do të bëheni ju ndaj Perëndisë. Tani, pjesë e besimit është të mësoni se si të prisni në Perëndin, si të besoni atij, edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë. Perëndia po punon shumë me të dobtit, me ata që ne i quajmë askushi. Është e mrekullueshme mënyra se si Perëndia i do njerëzit dhe mënyra se si ai i përdor ata për lavdinë e tij. Në letrën e parë të Gjonit, kapitulli 5, vargu 4, këtu kemi një varg të mrekullueshëm. Lexojeni atë. Ai thotë: sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën. Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. Të dashur miq, besimi është një dhuratë hyjnore që na lidh me Perëndin dhe na jep siguri, paqe dhe forcë në çdo hap të jetës sonë. Ashtu si Abrahami, Mojsiu dhe herojtë e tjerë të besimit, ne jemi të ftuar të jetojmë me një besim që nuk është pasiv, por aktiv dhe i gjallë. Një besim që rritet dhe reflektohet në bindjen tonë ndaj Zotit. Kur përballemi me sfidat e jetës, le të kujtojmë se Perëndia është me ne dhe na udhëheq përmes dhuratës së besimit. Le të vendosim që çdo ditë të jetojmë në përputhje me këtë besim, duke i besuar atij që ka premtuar të jetë gjithmonë pranë nesh. Në përfundim, ju ftoj të ushqeni dhe zhvilloni besimin tuaj përmes fjalës së Perëndisë dhe veprave të bindjes. Bashkohuni me ne sërish për të mësuar më shumë mbi mrekullitë që besimi mund të sjellë në jetën tuaj. Zoti qoftë me ju në këtë udhtim besimi dhe shprese. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Ju falenderojmë që na u bashkuat në këtë udhtim të veçantë. Zoti qoftë me ju.